Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se erdhët në e-klasa. Shpresoj se jeni të gjithë mirë. Unë jam Senadi, arsimtar i muzikës pranë shkollës fillore Emin Duraku, fshati Bukoviç, komuna e Sarajit. Sot do të kena mësim me klasën e 8. Njësia mësimore për sot është metri i përbërë i 5 të tetave. Qëllimet e orës janë nxënësi dhe nxënësja të arrijë interpretim të drejtë vokal dhe mëson ritmin 5 të tetat përmes ushtrimeve ritmike dhe melodike dhe këngë të përshtatura me këtë ritëm. Pra, ritmi. Në të kaluarën, komunikimi mes njerëzve zhvillohet përmes shkrimit me anë të letrave. Informatat arrin ngadalë. Sot teknologjia bashkëkohore kompjuterike na mundëson komunikim të shpejtë. Për punë, ashtu siç duhet dhe në kohë, faktori i rëndësishëm është shpejtësia e arritjes së informacionit. Për paraqitje të duhur në kompozimet muzikore, është e nevojshme të përcaktohet shpejtësi adekuate. Për atë qëllim, në muzikë e përdorim termin ritëm. Kompozitori, në pajtim me karakterin e kompozimit, e përcakton llojin e ritmit. Shenja e ritmit shënohet në fillim të kompozimit mbi pentagram. Në muzikë, ritmi mund të jetë i ngadalshëm, mesatar dhe i shpejtë. Ritmi në muzikën tonë popullore. Muzika jonë popullore, qoftë ajo burimore apo e kultivuar, duke përfshirë këngët, vallet, meloditë instrumentale e të tjerë. Është shumë e pasur me ritme nga më të ndryshmet. Ekzistojnë shumë lloje të ritmikës së përbërë. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pjesor e të tjerë. Për më së shumti zbatohen masa kohore 5 të tetat, 7 të tetat dhe 9 të tetat, për çka të bëjmë fjalë në vazhdim. Metri i përbërë i 5 të tetave. Metri ose ritmi 5 të tetat përbëhet prej di lëvizjeve jo simetrike dhe paraqitet në di variante. Varianti i parë, di të tetat plus 3 të tetat barazi me 5 të tetat dhe varianti i dytë 3 të tetat plus di të tetat barazi me 5 të tetat. Numërohet varianti i parë para dita, treta, katërta, pesta dhe varianti i dytë numërohet para dita, treta, katërta, pesta. Në vazhdim nxënës i kini si shkruhen notat dhe lëvizjet si janë. Përdorimi i metrit 5 të tetat në ushtrim ritmik dhe melodik. Ja pra nxënës të dashur, tu kena disa ritme të ndryshme. Ushtrimi i parë është i ngadalë dhe ushtrimi i dytë është mesatar. Këngë me masën kohore 5 të tetat. Në metrin e 5 të tetave, njësia matëse bazë është nota tetëshi. Metri i 5 të tetave përbën di kohë në kuadër të masës. Njëra kohë e masës përbën di nota tetëshe, kurse koha tjetër e masës përbën 3 tetëshe. Në vazhdim e kemi edhe këngën Fustani me pika. Do të analizojni, ta këndojni. Deti shtëpie, nga cilat ritme përfitohen ritmat e përbëra, që është ritmi, në sa varianta paraqitet ritmi i 5 të tetave. Faleminderit për vëmendjen, ju uroj shëndet dhe suksese. Mirupafshim nxënës të dashur.